Partia Demokratike e rikonstruktuar, por jo frymëzuese. Çfarë i mungon partisë opozitare më të madhe në Shqipëri që të fitojë besimin tek shqiptarët? Për këtë do të jemi në lidhje direkte me Ipsen Elezini, kryetari i Partisë Demokratike Kukës. Zoti Ipsen, përshëndetje dhe faleminderit që pranove të jesh pjesë e emisionit Palimit. Mirë se u gjeta. Atëherë Partia Demokratike ka thyer bojkotin duke u kthyer në kuvend. Çfarë i ndryshoi qasjen e Partisë Demokratike? Ndonjë sinjal apo ndonjë sinjal nga ndërkombëtarët? Shifë shumë e vështirë për të arritur për të kuptuar lëvizjet e krerëve të Partisë Demokratike për një periudhë shumë gjatë, që nga koha e Lulzim Bashës, paktën edhe në vazhdim, kur në mënyrë për gjëra shumë të rëndësishme kanë marrë vendim për tërheqje duke nisur që nga zgjedhjet që nga reforma territoriale që ndodhin në vitin 2014-2015. Këto oscilacionet e vendimmarrjes kanë qenë të shumta për shkak të mospasjes disa parimeve themelore, bazë në gjykimin e tyre. Dhe kjo që 5 ditë do e bojkotojmë, 6 ditë nuk do e bojkotojmë, është një qëndrim që tregon, është një veprim që tregon paqëndrueshmërinë e drejtuesve të kësaj force politike. Domethënë është një forcë politike në një amollim, në një kaos idesh, një kaos mendime, sot thonë këtë, nesër bëjnë diçka tjetër, kështu që kjo nuk është pirësi, por është një ndër ato veprimet pa sens dhe pa logjik që Partia Demokratike i ndërmerr duke kundërshtuar vetvete. Gjë e cila i humbet patjetër imazhin kësaj force në mënyrë të vazhdueshme para opinionit publik dhe para elektoratit. Përveç qeverisë, qytetarët janë të pakënaqur dhe me opozitën. Ju si ish kryetari i Partisë Demokratike Kukës, çfarë mendon se duhet të ndryshojë brenda Partisë Demokratike? Unë kam qenë kryetari i Partisë Demokratike Kukës, kam qenë për një kohë gjatë antar i Këshillit Kombëtar, paktën mbi 10 vjet, kam qenë edhe kandidat përballë zotit Berisha dhe kjo më bën që të jem shumë i thelluar në problematikat e Partisë Demokratike dhe në faktin se si Partia Demokratike mund gjente një rrugë nga dalja e kësaj situate krize që është. Përveç qeverisë, qytetarët janë të pakënaqur dhe me opozitën. Çfarë duhet të ndryshojë opozita brenda Partisë Demokratike? Nuk është çështje pakënaqësie ndaj opozitës. Pra punë thash më përsërit që ta kap mirë këtë frazën e pakënaqësisë që u përdor në pyetje. Qytetarët që dolën në shesh kanë arritur ta perceptojnë drejt që tashmë nuk është problemi i një force politike, PS-s ose PD-s, po është problemi i një sistemi politik ekonomik të që këta kanë ngretë. Dhe ky sistem politik ekonomik është një sistem që në duket sikur këto dy forca politike janë në një kontradikcion dhe një përplasje të vazhdueshme, po të shohësh underground ose poshtë tavolinës, do vësh re shumë thjesht se këto dy forca bashkëpunojnë në shumë çështje, në çështje ligjore në Parlamentin shqiptar, në shumë vendimmarrje dhe aq më tepër në bizneset që kanë këta me entorazhin dhe me familjet e tyre. Kështu që ky problemi i qytetarëve nuk është vetëm me Edi Ramën dhe me Sali Berishën, po është me gjithë sistemin që këto kanë ngretë dhe është trashëguar. Ato thonë sistemin 36 vjeçar, po mund të them kanë nga ato që e kanë edhe më saktë që thonë 82 vjeçar, se ky lloj sistemi me ky lloj modeli i ndërtuar është një model i trashëguar që 82 vjet, nuk është i ndërtuar vetëm këto 36. 36 që është vazhdimsi e asaj çfarë ne kaluam para vitit 90. Pra atë qytetarët janë në përgjithësi janë shumë të saktë dhe merita e tyre është që po mundohen të japin shtresës intelektuale dhe gjithë atyre njerëzve që merren me politikë, ju japin një mesazh. Mesazhi është do të vazhdoni të qëndroni pjesë e këtij sistemi të kapur apo do të ndërtojmë një rrugtim të ri kundra porosimin e këtij sistemi dhe për çlirimin e demokracisë. Se thash edhe një herë, edhe sistemi politik dhe ekonomik i kapur, demokracisë dhe ekonomisë të vendit. Jo, doja të them, nuk është vetëm të kërkoj ndjes unë sepse e shkuta mendimin, nuk është çështje e pakënaqësie ndaj njërit dhe tjetrit. Është çështje e një perceptimi të një sistemi që po mban tang demokracinë dhe duhet patjetër të rrëzohet dhe të ndëshkohet. A e treguan zgjedhjet e brendshme se ka reflektime?
Zgjedhjet e brendshme në Partinë Demokratike janë në kuadrin e një farse jo që ndodh tash, po ndodh që në kohën e Lulzim Bashës. Nëse mbani mend, pari Lulzim Basha arriti të marrë një vendim që në vendimet më të rënda, ai vendimi 17 majit për një bashkëqeverisje me Edi Ramën pas zgjedhjeve, dhe kjo ai ishte e turpshme. Pavarësisht se nuk e deklaru, thelbi ky ishte. Mund po të arrish të ndërtosh një situatë politike të tillë ku po doja bashkëpunon me PS-n që të ndërtojë një qeveri, siç deshin Lulzim Basha në 17 maj, kjo do ishte një absurd, sepse atëherë do ishte një tradhtie e njërës nga partitë që do ishte partia opozitare. Pra do ishte tradhtie ndaj kauzës opozitare. Ashtu ka ndodhur në Kosovë dhe ka sjell një paqëndrueshmëri dhe ka sjell problematika të shumta në politikën e Kosovës, nuk është mirë të ndodhë edhe këtu. Ne kemi bërë fenomene të tjera negative, të paktën mos ta kemi edhe këtë në sistemin politik. Pra, skalionet e pozitës dhe opozitës duhet jenë mirë qartë ndara dhe secila ka rolin e vet rëndësishëm si dy pole që e mbajnë në ekuilibër atë çfarë ndodh. Jo vetëm në politikë, por edhe në shoqëri dhe në gjithë institucionet tjera. Pra, duhet të them që kjo çfarë ndodhi në Partinë Demokratike është një kuadër fare sepse u mundun të ndryshojnë disa emra. Po të shofësh që asnjë nga ato emra që vjen nuk është një emër që ka pas ide ose ka pas qëndrime politike me gjërat që kanë shkuar keq. Në momentin që në krye të Partisë Demokratike, në kryesinë dhe në strukturat drejtuese të saj, do afroheshin njerëz që kanë qenë jo vetëm kritizerë, por kanë qenë njerëz që kanë bërë analiza të sakta se si Partia Demokratike ku ka gabuar dhe si mund të ndryshoj Partia Demokratike. Ato janë njerëz që vizhetojnë aty dhe Sali Berisha ka arritur me sukses ta kthej nga modeli i Bashës, që ishte modeli që në Partinë Demokratike duhet shkojë te dera e trokisje kunatit për të bërë karrierë në parti, tash e ka ndërtuar një sistem tjetër, duhet ti trokasësh xhenit dhe mulit për të bërë karrierë në Partinë Demokratike. Kjo është e turpshme. Dhe këtë e bën me Sali Berisha e ka bën me vetdije të plotë. Ai fiton Partia Demokratike zgjedhjet me strukturat e reja drejtuese dhe me liderin e pandryshuar prej 36 vitesh. Është çështja vetëm e liderit, se po t'ja heqësh atë lider në këtë moment, është një diçka e vërtetë, ajo shkërmoqet edhe më keq. Njerëzit duhet ta kuptojnë që ajo parti është ndërtuar të funksionojë me Sali Berishën dhe Sali Berisha ka arritur të ndërtojë këtë mekanizëm pikërisht për të qenë i pacënueshëm vetë. Pra nuk është një parti demokratike institucionale që ik lideri dhe ato që vinë mund ta forcojnë më tej. Ajo është një parti që funksionon me urdhra, po të heqësh personin që jep urdhra, pjesa tjetër s'din ç'bëjnë aty. Kush do e drejtojë atë? Do e drejtojë Belindi. Kjo është për të qeshur tash, kush do e drejtojë? Kush janë ca figura të reja që nuk kanë asnjë lloj përvojë dhe karriere më kanë thujt mua përballë Berishës që i kam kalu gjitha hallkat nga viti 90 deri në 2022 kur kandidova përballë. Jo persona që vinë nga shoqëria civile që se kanë fare ide. Po pse protestuesit atëherë dalin me slogane Ramanburg, Berishamburg? Do të thotë që nuk e duan më as Berishën. Nuk duan Ramanburg, Berishamburg, thash edhe një herë, është një shprehje e goditur për treguar që ata janë kundra gjithë kësaj kaste politike. Po Rama dhe Berisha janë përfaqësuesit dhe ato që po e mbajnë këtë kastë politike janë emri i kastës politike. Pra në vetvete protestuesit janë për rrëzimin e gjithë kësaj kaste politike. Pra kur thon Berisha dhe Rama kanë thënë edhe pozita dhe opozita janë në marrëveshje, jeni të shitur i thon opozitës. Ramës i thotë je ti që po shet Shqipërinë, ndërsa Sali Berishës po e thon je ti që po mbar Ramën në pushtet me forma. Po thonë dhe që janë bashkë. Çfarë komenti keni për këtë? Unë nuk kam koment për këtë, sepse unë kam mbi 6-7 vjet që argumentoj që këta janë bashkë. S'kam çfarë komentoj për këtë. Unë gjithë atë tezat e mia politike janë që këto janë bashkë, sepse veprimtaria ekonomike e tyre dhe turistënia e spakut i kanë bërë që ta forcojnë gjithmonë më shumë lidhjen. Dhe sot ato janë bashkë, po janë aq të lidhur me njëri tjetrin sa e kanë të pamundur ta morën njëri tjetrin se përfundojnë keq të dy. Pra nuk e kanë nga dashuria, po e kanë nga halli këtë koalicion kaq të ngushtë mes njëri tjetrit. E kuptoj. Dhe unë jam mundu ta shpjegoj që një periudhë që nga
para 8 vjetësh në vazhdim, që në vitin 2018 pakën kur kam themelu lëvizjen anti-establishment për shpëtimin e PD-s dhe të Shqipërisë, sepse po të shpëtojë PD-n, shpëtojë opozitën, po shpëtojë edhe gjithë Shqipërinë në atë kohë. Kështu ka qenë emërtimi i lëvizjes në 2018. Pse nuk themelohet një parti e re me të pakënaqësurit brenda jush? Nuk është çështje se ne jemi të pakënaqur. Ky është një term që e përdor Berisha dhe në kurthin e fjalorit që përdor Berisha bien në gjithë analizë gazetar. Unë nuk kam pakënaqësi. Pakënaqësi mund të kem unë ku mu mi kanë ofruar të gjitha aty. Çfarë të kanë ofruar? Tash s'do rri dhe i përmend çdo emision këto. Më kanë ofruar për 100 pjesë e strukturës drejtuese të Partisë Demokratike. E fare mirë do isha në parlament një nga ato mit atje listave që përfaqësojnë sot gjëja opozitën dhe Partinë Demokratike. Ato kështu i kanë thënë, një listash. Persona që janë munduar të fshehen mas listave dhe për një mandat deputeti në parlament duke humbur integritetin e tyre. Duke cënu integritetin e tyre, ato kanë arrit bëjnë një vetvrasje politike në felt. Kështu unë nuk e kam pranuar këtë. Ka që thjesht është. Tash u zëfutëm ti përsëris me 10 herë. Okej, jam i qartë. Të kuptoj, në rregull. A e konkuron dot Berishën me vota në elektorat një lider si Saliani? Saliani është një lider në thojza, se nuk mund të futet në kuadrin e liderit, po në këtë moment është një person që po i bën një oponencë të fortë, kundërshtit fort Sali Berishës, po Saliani në shumatorin e veprimtarisë të politike, sepse gjithmonë puna e gjithë secilit është një shumatore. Pra, ajo çfarë unë bëj në një profesion, ajo çfarë unë bëj siç ju në gazetari, si edhe në politikë, është e njëjta gjë. Saliani ka pas një paqëndrueshmëri në vazhdimsi në lidhje me situatat politike që ka kalu Partia Demokratike, duke mbajtë qëndrime jo korrekte me situatat, si për shembull ajo e 8 janarit, ose më vonë ajo që u fut antari i kryesisë dhe i kryesisë Partisë Demokratike në kundërshtim me çdo lloj rregulli dhe norme statutore. Dhe një moment tjetër kërkoi, kur ato e hoqën, kërkoi që në Partinë Demokratike të respektohen rregullat. Pra ti kur nuk e qenë koherent respektimin e rregullave, shumë e vështirë kërkosh. Domethënë kur je i pamoralshëm fillosh të kërkosh moral, sepse nuk ngjet ajo në antarësinë dhe në opinionin publik. Kjo e ka dëmtuar Salianin, ndërsa ato që Saliani ka ngritur si pretendime, po ka ngritur në takimet problematika që ka ngritur në takimet e veta, janë një pjesë e mira shumë të sakta dhe janë gjëra që duhen marrë në konsiderat. Po jo vetëm për faktin që i thot Saliani, po janë reale, janë prezente në. Atëherë pse nuk u mbështet lëvizja e tij? Unë besoj që ka pas njerëz që e kanë mbështetur. Unë personalisht nuk kam çfarë mbështet se ato që i ka thënë Saliani janë një kopje e keqe asaj që unë kam argumentuar për një kohë shumë gjatë. Unë nuk mund të dal të mbështet kopjen time të keqe tash. Qëse Saliani ka trajtuar përcip është një sër problematikash, duke qenë se ai nuk është një njeri që ka kalu njohsi mirë i organizativi PD-s, nuk mund të mësosh i keq, nuk është njohës aq i mirë sipas konceptimit tim, por ai ka arrit ngrej problematika thelbësore dhe ka pasur mbështetje. Unë personalisht nuk kam mbështet Salianin si individ, po ato gjërat që Saliani i thot përrridhoi përderisa ai kam pas në platformën time politike përballë Berishës, nuk kam se si mos të mbështesh. Dhe ato kanë qenë përgjithsisht, ka qenë sakta. Do me thënë që nuk mbështet Salianin si individ, po mbështet ato që ka thënë ai. Po sepse i kam thënë vjet para. Është si të them unë pse në foltoren Sali Berisha që mori copy-paste ato që thonim ne grupimi për PD-n, mori dhe i trajtoi në gjithë foltoren e tij. Tash to thon pse s'mbështet Berishën. Unë mbështes pikpamjet e mia dhe unë kam qenë në një linjë me pikpamjet që Sali Berisha ka thënë, por nuk jam bashkangjit ndonjëherë, sepse nuk kam pse i bashkangjitem Sali Berishës kur ne i kemi artikuluar dhe argumentuar disa vjet më përpara ato që Sali Berisha artikulonte në foltore. Dhe kjo është ai nonsensi, s'kam se si unë ta ndjek atë pas, ose grupimi përfundon ta ndiqte pas, në momentin që ne i kemi artikuluar dhe argumentuar me shumë më përpara këto problematika dhe çështje të rëndësishme në Partinë Demokratike. A mund të fitoj Partia Demokratike zgjedhjet vendore në kushtet aktuale që është?
Po të nëgjërë Sali Berishën ti, ai thot, unë jo vetëm që fytoj, po është ai, domethënë është aq e turpshme ai që thot zoti Berisha që duke mohu edhe jo vetëm kontributin, po duke me hu një realitet të kaluar që thot, kjo Parti Demokratike me këtë strukturë drejtuese është më e mira ndonjëherë në historinë e PD-s. Domethënë ti je kaq i shpifur në këtë që deklaron, se mund ta bëj vetëm Berisha nga halli i madh, ëh. Nga halli i madh se ai bën çdo lëvizje për të mbrojtur familjen e vet, sepse një njeri me normal, një njeri me një logjik dhe me një logjik, thash edhe një herë, minimale e dallon qartë se Partia Demokratike në zhvillimet e saj ka pas momente që struktura drejtuese e Partisë Demokratike ka qenë me vërtet me njerëz të ngritur intelektual dhe me peshë. Përsa tash është pa peshë fare. Ai del edhe deklaron, edhe një farë forme e ofendon edhe ato që kanë qenë me vërtet një leadership për të vlerësuar Partinë Demokratike. Se nuk ka reagime sepse ky është një trupi po them politik i kësaj shoqërie, ose pjesa politike e trupit të kësaj shoqërie është një pjesë e pothuajse e vdekur që nuk mund të reagojë, sepse duhet me dhjetra njerëz Partisë Demokratike të kishin reaguar dhe të thonin se ai turp të vi për këtë gjë të ulët që thua, që kjo është kupola drejtuese e Partisë Demokratike më e mira në historinë e PD-s. Është e turpshëm për ta thënë. Nuk reagojnë është problemi dhe gjithë secilit. Unë personalisht kam reaguar sa herë më çdo mundësia lidhe me këto broshkulla që Sali Berisha flet. Si është për të marrë gjallë frymën në thojzat e opozitarizmit. A mund ta fitojë Partia Demokratike, mund të fitojë zgjedhjet vendore? Partia Demokratike rrezikon, është në kolaps, domethënë nuk di si do ketë ekzistencën e vet. Si mund të fitojë zgjedhjet një parti që s'di ç'është më. Është budallëk diskutohet kjo punë. Ka kaq vite që thonë ne do fitojmë dhe humbim Po të gjithë opozitarët, të gjithë partitë në opozitë do fitojmë, thonë. Nuk është vetëm Partia Demokratike që thotë do fitojmë. Unë kam marrë pjesë në garën e fundit dhe kam deklaruar nuk marr pjesë si garues për deputet, për të fituar, sepse e di që nuk fitoj dot, po do marr pjesë për të bërë prezant pikpamjet e mia politike dhe qëndrimet e mia në raport me politikën, ekonominë dhe shoqërinë. Më jo të gjithë futen në politikë dhe duan qëllimi kryesor është që të fitosh, por kur pa mundësi për të fituar, është një periudhë në cilën njerëzit edhe duhet dalin ballafaqohen me një realitet të keq, dhe dalin dhe tregojnë vërtetat para opinionit publik. Domethënë, jo çdo veprim politik ka si synim themelor vetëm fitore. Po ka si synim edhe prezantimin e problematikave dhe situatave tilla politike ekonomike që njerëzit poshtë nuk kanë se si i kuptojnë. Atëherë edhe një pyetje të fundit, prapë në lidhje me opozitën, si e shihni të ardhmen e opozitës? Ardhmen e opozitës, se tash po të flasim për opozitën, nuk flasim më vetëm Partinë Demokratike, flasim për opozitë, një opozitë reale, jo një opozitë false. Ajo është në dorën e një kuvendi, për shkak problematikave të mia personale që kam pas shëndetësore, kam pas pamundur për të bashkangjitur. Kam qenë mbështetje të protestës dhe të protestuesve, po pamundur për të bashkangjitur, por kam pa me shumë interes zhvillimet, edhe për shkak se i njoh një pjesë njerëzve që janë në kuvendin qytetar që kuvendin qytetar që po arrin ta themelojnë, po arrin ta ndërtojnë, dhe për një veprimtari të këtij kuvendi në përfaqësi të pikërisht kauzës së protestës rreth 40 sa ditë, domethënë është deri në këtë moment. Kauza është betejë kundra një sistemi të kapur politik ekonomik. Ramanburg, Berisha Burg, këtë domethënë ka si në themelin vet, këtë ka si gjë për ta prezantuar, për ta shprehur. Pra, një model kundër nga ky model që kemi sot në politikën shqiptare. Pra, nëse ky kuvend do arri ta çojë përpara këtë kauzë, të zgjedh një përfaqësi të tij dhe më vonë ta arri dhe ta ndërtoj një rrymë politike, pikërisht duke u mbështetur në këtë kauzë, opozita dhe konfigurimi i ardhshëm opozitar do jetë ndryshëm, por mos thënë që shanset që kjo frymë e re ka që të ketë një mbështetje të masive
nga krau i djathtë, i majt dhe nga qendra, që mund bëjë edhe përmbysjen dhe një rotacion plot të gjithë sistemit politik. Domthonjë kjo është në dorën e pikërisht të kuvendit, se sa do jenë të njerëz ato që e përbëjnë kuvendin, njerëz të zot, që të arrijnë të konkludojnë në një strukturë të mëvonshme politike që të ballafaqohen me sistemin, se nuk mund të ballafaqohesh me shoqat me sistemin. Si rasti i ballafaqimit të shtresës për ndjekurve me shoqat, mbetet gjithmonë shoqat. Shoqatat nuk mund marrin pjesë në betejë politike, ndërsa forcat politike po. Dhe vetmja rrugë për të rrëzuar një sistem siç pretendohet, siç kërkojnë qytetarët, është që të ndërtosh një konfigurim politik, një pol të tretë, për cilin personalisht u bën një kohë gjatë mbi 4 vjeçare që e kam ngretë si ide, ndërtimi një poli tretë ku të unifikohen gjitha forcat politike, thjesht për të rrëzuar sistemin një herë para, për të dhënë një goditje. Ti sistemi që mban barkun e vet me 10 qindra politikanë më të djathtë të hajdut tipik që kanë vjedh parat publike nga xhepat e qytetarëve shqiptar dhe janë marrë me veprimtari nga më të pistat dhe më të ndyrat në këtë vend pa psuar asgjë. Pra kjo është betejë reale, nuk është betejë pikpamjeve më betejë themelore në shoqërinë tonë. Zoti Elezit, falenderoj shumë. Falenderoj edhe unë për intervistën. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.